Qarku i Korçës ka pasur sërish rreshje bore në pjesën më të madhe të tij, por rreshjet kanë qenë të pakta, duke mos krijuar problematika të mëdha në qarkullimin rrugor. Në të gjitha akset rrugore kombëtare është punuar për pastrimin e borës dhe kriposjen e akseve, pasi temperaturat tepër të ulta deri në -11 gradë Celsius kanë krijuar ngrica në rrugë dhe kryesisht më të vështira janë kthesat apo vendet në hije. Në këto kushte, specialistët e autoritetit rrugor shqiptar i bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që të jenë të pajisur me goma dimrore dhe zinxhir gjatë qarkullimit në qarkun e Korçës, pasi situata dimrore është e tillë që krijon domosdoshmërinë e përdorimit të këtyre pajisjeve. Situata është e tillë që kërkojmë mirëkuptimin dhe angazhimin e gjithë përdoruesve të rrugës, shoferëve që mjetet e tyre të kenë gjendje të mira teknike, të jenë të pajisur me sinjalistikën e duhur dimërore, si dhe të zbatojnë të gjithë sinjalistikën në rrugë. Ka raste kur shoferët kryesisht vinë me goma verore apo të papërgatitur për situatën e dimrit, ndoshta turistët, vizitorët? Ardhja e njerëz turistëve ose vizitorëve po qoftë dhe qytetarëve të Korçës dhe lëvizja e tyre në akset rrugore me goma verore dhe prezenca ose qenia e këtyre gomave krijon vështirësi si për ata dhe gjithë përdoruesit e tjerë të rrugës. Apeli tonë i për çdo vit edhe për këtë vit është që mundësisht të jenë të kujdesshëm, të kenë goma dimërore, pajisje zinxhira apo pajisje të tjera kundër akullit. Ndërkohë sa i takon furnizimit me energji elektrike, burimet zyrtare nga prefektura e Korçës bëjnë të ditur se janë zgjidhur defektet e ndodhura në shumë zona të qarkut, ndërsa aktualisht janë në terren 6 grupe operative të angazhuara për menaxhimin e problematikave në rrjetin e tensionit të mesëm, pasi ka ende disa zona të thella ku mungon furnizimi me energji elektrike.